Kisha Katolike në Shkodër ka mbajtur meshën e vigjiljes për ditën e ujit të bekuar, e njohur ndryshe si Epifania, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit fetar. Mesha është e drejtuar nga fëmijëritari i Shkodrës, Don Vlash Palaj. Jena shumë të vegjël për me kap madhështinë e misterit të Zotit, por jo të paaft. Aftësinë për me vënë kontakt me Zotin e kena. Çka duhet bëjmë? Shembulli është konkret dhe tehet i veçantë. Kena beku ujë në fillim të meshës, por edhe këto 3 persona të cilët vihen kërkim të Krishtit dhe që njëkohësisht personifikojnë marrë njerëzimin e ecje në kërkim të Zotit. Do të thotë se duhet me uçu. E me uvun e ecje në kërkim të atij. Një gjë është e sigurt dhe na zbulohet nëpërmjet atyre të cilët e takojnë Zotin. Se kur njeriu vetë në kërkim të Zotit, pikërisht në atë moment, ma shumë se sa njeriu me kërku atë në atë moment. Zoti nuk e kursen vetvedin, dhe ma shumë se sa njeriu vetë ai na kërkon neve. Kjo është përvoja atyre të cilët takojnë Zotin. Sikur mos kishim bërë dhe sa do pak një përvojë të vogël me të, besoni se nuk do të ishim as në këtë moment të ullun, këto banka kishe. Por prapë atëherë kur e kena të përvojtnin e jetës së të fesë, s'besoj se e kena të vështirë të gjithna, se nuk jena këtu për merit tonë, nuk jena këtu për aftësitë tonë, jena këtu për thirrjet e tij. Sepse sikur mos na ishte zbulu Krishti, na sot nuk do të ishim të krishterë. Sikur mos ta kishte zbulu praninë e tij, sot nuk do të ishte kjo kish, nuk do të ishim gjithë së bashkut. Këtu për me thirrë në emrin e tij e me kremtu Eukaristin, momentin, vendin e privilegjuar të Zotit nëpërmjet së cilës na adhurohet. Ushqen jetën tonë, le të jetë ky ujë bekum. Thuhet gjithmonë kujtim i ujit të pagëzimit, nëpërmjet të cilit Krishti na lau dhe na liroi nga të gjitha ligështitë tona. Prandaj e marrim edhe ujin e bekum, edhe kaq i rëndësishëm është sepse ky ujë personifikim i jetës, simbolizon fuqinë e saj, edhe jo kot. Thuhet se aty ku nuk ka ujë nuk ka jetë. Personifikon pikërisht atë moment të pagëzimit. Dhe me thënë, kena vdek për nga vetvetja dhe jena zhyt krejtësisht në jetën e Krishtit, jena bot krishten, si me desh me thanë se uji vërtet që ban jetën tonë është vetë Zoti. Dita e ujit të bekuar përkujton pagëzimin e Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzori në ujët e lumit Jordan, moment që simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Një nga tipajet kryesore të kësaj feste është bekimi i ujit, ritual që në traditën e krishterë përfaqëson pastrimin dhe ndriçimin shpirtëror të besimtarëve.